Pas bllokimit dhe testimit të rreth 140 ton mishpule të importuar nga Brazili, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka bërë të ditur se të gjitha analizat laboratorike kanë rezultuar negative për salmonellë. Përmes një lidhje virtuale për mediumin tonë, zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, Lamir Thaçi, tregoi se çka ka nxitur kontrollin e këtij kontingjenti të mishit të pulës nga Brazili. Më njerë pas publikimit të lajmet në Shqipëri për përfshirjen të një ngarkese në një incident në ushqim për prezencë të salmonellës në mishin në origjinë nga Brazili, ne më njerë kemi ndërmarrë veprimet fillimisht gjurmëse mosa ekzekutive dhe pastaj kemi marrë mosë për të verifikuar këto dyshime. Ne qysh në ditët e para kemi nxjerrë argumentet se nuk ka asnjë lidhshmëri incidentin Shqipëri me produktet në Kosovë dhe pastaj në bazë të hulumtimit që ne kemi kryer, kemi ndërmarrë veprime tjera ekzekutive për të hequr dyshimet për konsumatorin kosovar, ku aty kanë përfshirë kontrollet një pas njëshme në disa markete, pastaj në depon e importuesit të njerit nga brendët që është përfolur në Shqipëri, e po ashtu është ngritur masa e kontrollit të kajuar për secilën ngarkesë që ka ardhur nga Brazili në ditët pasuese, ku nga këto kontrolle ka rezultuar marrja e 10 mostrave, për të cilat sot ka vënë fjalën laboratori, ku secili rezultat ka konfirmuar se mishi që ka qenë duke u tregtuar në Kosovë dhe ai që ka qenë duke importuar është i sigurt për konsum e po ashtu i plotson gjitha kriteret ligjore për lejem të tregtimit në Kosovë. Gjithashtu Thaçi na tregon për më shumë për ecurinë e procesit të analizave. Të gjitha analizat janë kryer në laboratorin e ushqimit dhe veterinarisë së Republikës së Kosovës. Ato janë kryer me 2 metoda, edhe me metodat e reja dhe me metodat konfirmative, dhe në secilin mostër nuk është gjetur asnjë parametër që është testuar, nuk janë gjetur prezenca e salmonellës. Ky veprim tregon për kushtimin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë për të garantuar sigurinë ushqimore dhe për të mbrojtur qytetarët nga produktet e dyshimta. Kontrollet rigoroze dhe analizat e detajuara janë pjesë e standardeve që Kosova zbaton në fushën e sigurisë ushqimore.